Prej gati një jave, minatorët e minierës së Bakrit në Spaç kanë bojkotuar punën duke kërkuar kushte më të mira dhe respektim të drejtave të tyre. Kreu i Konfederatës së Sindikatave Kol Nikolla thot për mediat se situata në minierë është alarmante dhe se punëtorët ndodhen në presion të vazhdueshëm. Konfederata prej Korrikut ka qenë informuar për situatën. Punëtorët janë të pakënaqur dhe ka një lloj përdhunimi nga punëdhënësi për pagat dhe dinjitetin e tyre. Ne kemi tentuar të negociojmë, por ka qenë e pamundur sepse ai njeh vetëm manipulimin dhe shantazhin. Këto janë standardet kaluara që nuk duhet të ekzistojnë më, deklaron Nikolla. Por minatori Albert Bushpreni tregon vështirësitë me të cilat përballen punëtorët, të cilët deri tani kanë qenë pa mbrojtje sindikale. Ne punojmë pa qenë të organizuar në një sindikat, por vetëm me kontrata individuale. Punëdhënësi mund të na hedhë në rrugë kur të dojë. U organizuam në një sindikat që të kemi bazë ligjore, sepse me këto kontrata ai luan me fatin e punonjësve. Mua më shkarkoi në mes të turnit me pretekste boshe dhe në shkelje të ligjit, denoncon ai. Minatorët e Spaçit vijojnë protestën prej disa ditësh tashmë. Madje herën e kaluar u regjistruan përplasje edhe me forcat e policisë, një akt i rënd dhe i paprecedent që u denoncua edhe në media.